Unë po them mendoj që të gjithë të zgjedhurit në kryeqytet, në vend tonë edhe në Kosovë janë rezultati votave të qytetarëve të Kosovës, për të mirën e Kosovës, prandaj çfarëdo koalicioni që hap proceset për me transformu vendin tonë për të mirë, janë të mirë së ardhura. Për fat të keq, po them unë, eksperienca ime në kryeqytet ka qenë jo e mirë, përkundër faktit që 2 vitet e para jam mundu me çdo gjë për me bashkëpunu me nivelin qendror, kanë qenë bllokues, kanë qenë sabotues, uroj që të reflektojnë, po them, uroj që të jenë bashkëpunues tash, sepse nuk hec shoqëria përpara me bllokime e sabotime. Duhet me shfrytzu kapacitetin e njëri tjetrit edhe pozitat të cilat i kemi si rezultat i votave të qytetarëve të kryeqytetit të vendit për të mirën e vendit tonë, pra jo për përfitime të mangta politike apo partijake apo e tjera, apo për të mirën e gjithë vendit tonë. Prandaj çdo bashkëpunim i secilit nivel është i mirë së ardhur. Unë kam cek këtë çështje edhe më përpara, që unë jam kryetari i kryeqytetit, kam një mandat 4 vjeçar, kemi njerëz të mrekullueshëm për brenda partisë, të cilët munden me i çu proceset përpara, prandaj nuk ma merr mendja që kanë nevojë për mirë po them unë jam këtu për kryeqytetin, për qytetarët e kryeqytetit, e kur je për kryeqytetin je për gjithë Kosovën, prandaj do të jem aty në ndihmë, çfarëdo ndihme që kanë me pas nevojë. Mirë po, fokusi im është kryeqyteti.